Mirëmbrëma miq të On Televizion, mirëmbrëma miq të emisionit On Talk. Jam shumë i gëzuar edhe, si t'ju them tash, edhe shumë nderuar që kam një mik të emisioneve të mia, apo mik që vjen nga Tuzi. Mik të vjetër të emisioneve që është Mark Ludzionash, ose Mark Pashku, në emrin edhe me emrin e tij artistik. Po me mikun Mark Ludzionash. Mark, mirë se vjen. Kënaqësi gjithmonë me ju, edhe në emision, edhe në kafe, edhe në përditshmëri, po edhe në Facebook, t'ju ndjek në Instagram, jo si një mik atje, por si një dritare ku shpërfaqen informacione të ndryshme, trajtime temave të ndryshme që cilat gjithmonë janë me sidomos ato që ke qef, ato historike, që ke qef. Historike, sociale, po kryesisht historike. Faleminderit që na bashkova edhe një herë. Po patjetër, Mark, ne kishim një periudhë kohe që nuk po bënin emision, edhe në këtë televizion ke 2 emisione, po edhe në televizionet e tjera ke qenë i ftuar. Ku ka punuar, ke qenë i ftuar gjithmonë dhe je përgjigj ftesës duke më bërë nder, duke përfaqësuar realisht atë pjesë të jashtëzakonshme të shqiptarëve në Malzi, po sidomos të Tuzit. Ti e din, Mark, që unë sigurisht kam jo thjesht ndjenjën e patriotizmit edhe përkrahjes. Kjo tash është me kalimin e viteve ka kryer misionin e vet, kjo dihet. Por edhe të marrëvajtjes edhe të administrimit, tash ju jeni një pjesë e administrimit shqiptar aty, e keni fituar me shumë mund, me shumë sakrifica, kështu që edhe kjo ja vlen. Megjithatë sonte kam dëshirë të filloj me një element të aktivitetit tanë, po një element sipas me sipëror, nder, i cili është takimi me kryeministrin e Kosovës, mas një aktiviteti që do na sqarosh. Takimi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, edhe sigurisht pastaj po flasim edhe për librat, aktivitetin e shumë element tjerë. Çfarë ndodhi, Mark, si u takut, si u boj gatshëm, si u trajtoi? Do të lidhem te hyrja që fillimisht bëre kontributi për atë dhe unë, për kombin, për gjuhën, për kulturën, nga ana juaj, por edhe nga ana e gjithë shtetasve të Republikës Shqipërisë, shtetit tonë, ka format e ndryshme. Një prej tyre është edhe t'jemi pjesë studiove, aty ku flitet, sepse vetëm ashtu na dëgjohet zëri, dhe është forma më e mirë që njihemi nga hierarkia, qoftë kulturore, qoftë politike, edhe në këtë mënyrë jeni një prej atyre shqiptarëve, pa të marrë me profesion, jo si gazetar, jo si filozof, jo si profesor, por një shqiptar i cili bani aq sa mundeni për afrim, sigurisht, edhe duke mos par dallimet tona as në mosh, po flas bashkarisht, por as dallimet në mentalitet, cilat, siç e bisedojmë shpesh bashk, janë instaluar gjatë viteve ku kemi jetuar në sistemet ndryshme politike. Sa i takon takimit me kryeministrin e Kosovës zotin Kurti, them se ishte një befasie e këndshme, çdo herë një kryeministër i zgjedhur i shteteve tona, qoftë Shqipëria, qoftë Kosova, po, për fat, vërtet për fat, është për herë kënaqësi të marrësh pjesë me ftesë të kryeministrit. Para kryeministrit, ftesën na e kanë bë personat si puna juaj, kolegët tanë. Po, atje. Na kanë ftuar në për festivale letrare, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, dhe ky uniteti ynë letrar, gjuhësor, kulturor, është unitet kombëtar. Shumë përkthej. Ka sjell edhe ftesën e kryeministrit. Ishim
në festivalin poetik Prishtinës, në edicionin e 4, cilin e organizon Donika Dabishevci, cilin shfrytëzoj rastin ta përshëndes dhe ta falenderoj për një organizim jashtëzakonisht mirë. Por duhet potencoj se ky festival ishte I financuar nga Ministria e Kulturës atje e Kosovës. Pra kishte dorën e shtetit. Ky edicion, ndryshe nga edicionet tjera, kishte natën e hapjes me letërsinë shqipe që krijohet në Maltëzi. Kushtuar. Shumë e rëndësishme. Tash, në fillim ndoshta nuk jem kuptua, ne shqiptarët me mentalitetin tonë që çdo ditë po sheshohet edhe po bahna ka pas për një periudhë kohë thepa, por tash I fillojnë zbulsohet me ta. Po, edhe Eksakt. Edhe ajo natë ishte madhështore. Fillohu me një film dokumentar kushtuar poetit të kombit Basri Qapriqi, poezitë të cilit janë vërtet të veçanta në letërsinë shqipe në tërësi. Është cilësuar si një zë I veçantë me një stil krejt unik letrar. Nuk do të thot pak kjo, sepse kemi poet pak tillë, siç është Lazgushi, Migjeni, ka edhe poet tjerë që nuk po flasim për ta, por Basri Qapriqi vërtet ka disa poezi të cilat kam I përshtypje shumë të madhe se do t'i pëlqenit shumë, poezitë e tij se përdor një gjuhë, një zhargon cilin ju e keni shumë për zemër, ti krijoni ato figura stilistike përmes saj, dhe pastaj u bisedua për Qosën, do thotë u lexon referate për Recep Qosen, për shqiptarët e mëdhenj, kontribuosit e mëdhenj nga Mali I Zi me praardhje nga Mali I Zi, të letërsisë shqipe në përgjithësi, dhe më në fund ishim edhe ne shkrimtarët e bashkohor, të cilët lexuam pjesë kush poezi, kush prozë, ishte një natë e mrekullueshme. Në kuadër të kësaj, kryeministri Kurti gjeti mundësinë që edhe pati edhe dëshirën, duhet ta theksojmë se të na pres në zyrën e tij në kryeministri. Ishte një vizitë për zemërt, një vizitë mirë, një pritje sa formale, aq edhe jo formale. Pra ju trajtoj si miq aty duke hapur, si me thënë, duke I ikur zyrtarizmit, po themi. Shumë e vërtet. Bilaje përdor një shprehje, po ja heqim tha petën laknorit, meqense na nuk bëjmë laknor, nuk e njojmë, por I ushqim tradicional, tha duhet të flasim. Ne nuk përfaqësonim aty politikën. Sigurisht. Por ne përfaqësonim një pjesë të kulturës, letërsisë, shqiptarëve të Malit të Zi. Minimumi politikën kulturore po e përfaqësoset, kështu që brenda politikës po themi. Aq sa mundi. Eksakt. Ishin shkrimtarë nga Ulqini, nga Tuzi, pra Malësia Andej Kufirit, nga Rozhaja, do thotë ishim nga Mali I Zi, nga të gjitha pothuajse vendet ku jetojnë komunat, ku jetojnë shqiptarët. Biseda normalisht se është zhvilluar në kuadër të asaj që të kemi një vëmendje më të madhe, të kemi një përkrahje më të madhe, institucionale, shtetërore, nga Kosova dhe nga Shqipëria. Kurti të erdhi shumë interesant se të zyri ati ne I adresonim kërkesat drejtuar Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe I tha jeni në zyrën e kryeministrit Kosovës. Ta shkoni edhe ke zyra e kryeministrit Shqipërisë, kërkoni edhe atje. Unë I thash që më e mira do të ishte sikur ju kur të rrini të bisedoni të merreshit vesh bashkë që na ndihmonit ne. U mendova ti transmetoj edhe një shumë rregulli. Ai e kuptoi gjithsesi, sepse
E keni Shkodrën afër tha, po I the ti që e keni afër. Ai na tha që ju gravitoni ka Shkodra, jeni më afër me kufi dhe këto dhe unë I thash Shkodra është e jona saq jemi ne Shkodrës. Kjo nuk mund ndryshoj, thash. Nuk kanë mund ndryshojnë as gjeografinë nuk mund të ndryshojnë kërkush. Absolutisht edhe histori. Por mund të them që besoj shumë që kultura shqiptare në Malëzi do të ketë diçka pozitive nga ky takim. Po, shumë mirë, shumë mirë. Ja, fakti që ju ka prit në zyrë, Mark, dhe që ju ka trajtu, tregon, e them, hapur qartë të punë, tregon për kujdesje, tregon një farë mënyrë e vlerësim, dhe patjetër që duhet vlerësu, prandaj dhe bisedën e hapëm me këtë takim. Jo sepse keni takuar një kryeministër, po që ai kryeministër, që është kryeministri I Kosovës, ju ka nderuar duke ju pritur. Patjetër aty do të ngjohet edhe në hallaj, edhe në problematikë, edhe në vërejtje. Unë edhe në takim sigurisht biseda është. Edhe në takim me thash me zotin Kurti, po edhe në raste tjera. Qartë. E kam theksuar dhe vazhdoj ta theksoj se vitet e fundit mund të them prej vitit 2019 që jemi bërë komunë vete, Tuzi është bashki, e lidhja kulturore me trungun e Shqipnisë ka shkuar duke u rrit. Ka avancu, patjetër. Ka aktivitete më tepër, ka kontakte më tepër. Po, janë marrëdhëniet që komunet administrative janë më zhvillon me Bashkinë e Tiranës. Sigurisht. Në kuadër të unitetit të komunave shqiptare, komunave bashkive shqiptare. Por janë edhe t'i quaj organizata edhe shtetërore, po edhe po keni pas vizita, keni pas ndërsjellje. Na kanë ftuar të bëjmë promovimet librave, të flasim për kulturën, gjithmonë në Tiranë. Për ne do të ishte shumë më lehtë në Shkodër. Në Shkodër, po ndonjëherë edhe është edhe aktivitet kombëtar, bëhet edhe në Tiranë. Por historinë nuk mund me korrigjua. Qartë, me thënë tash se Shkodra do duhet të ishte kryeqytet, se jemi Tirana është kryeqytet. Me afër Tirana është kryeqytet, kështu që asnjëherë nuk është larg. Edhe po them që është afruar akoma dhe çdo ditë e më shumë. Mund të afrohet edhe më tepër, po afrohet. Realisht po afrohet. Jo mund të afrohet, po afrohet. Patjetër. Sepse do të bisedojmë vazhdim dhe fjalët e afërsisë me qofshin ato politike, kulturore, janë çdo ditë më të mëdha. Patjetër. Se me Shkodrën raportet janë Universiteti I Shkodrës ka nxjerr kuadra të vazhdueshme. Sigurisht. Dhe keni marru shkollat këtu, patjetër, keni lidhjen gjeografike shumë të afërt. Keni kushrinje, keni të afër me çfarë keni, është Maçia që është këtu. Pastaj se kanë ndryshuar këto rrethanat administrative në Shqipëri, quhet kështu është Shkodra. Gjithë qarku I Shkodrës është. Edhe ju jeni pjesë e Shkodrës. Ku do ikni mbi Shkodrës? Ku do të shkoni? Aty jeni. Mark, aktivitetet janë të rëndësishme, aktiviteti jot letrar është I rëndësishëm, puna që bëni të rëndësishëm. Në çfarë prekim pak aktivitetet, domethënë, krahas asaj që the për në Prishtinë ju keni pas aktivitete në Tiranë, keni pas edhe një aktivitet këtu. Mi përmbledh dhe pastaj dalim edhe ke libri, diskutojmë pak për librin. Do t'ja filloja sepse duke qenë se ne shkrimtarët e kemi rrit bashkëpunimin shkrimtar shqiptar, qofshin nga Maqedonia e Veriut, si thon tani, Kosova, Malizi, Shqipëria, pjesë të Çamërisë, diaspora, Medvegja, Bujanovci, gjithë ku jetojnë shqiptarë. Ne frymojmë bashk. Ne kemi marrëdhënie jashtëzakonisht të afërta me njëri tjetrin dhe kështu që për kulturën nuk ekzistojnë kufi. Në kuadër të kësaj kam fituar ftesën duke ju falenderuar Stefan Çapalikut, I cili ka kërkuar të ketë edhe përfaqësim dhe e shkrimtarët nga Malizi, shkrimtar shqiptar. Kemi pas ftesë në Milano, në Slow Mill, një organizatë që drejtohet nga Besmir Rjolli, një djalë fantastik, I cili
bënte një punë jashtëzakonshme për komunitetin e shqiptarëve atje, dhe jo vetëm, edhe për qytetin e Milanos, ku ne shkuam bashkarisht bashkë me Durin Taçin, Ledja Dushin, Virion Graçin, Marcela Neni, Visar Zhiti, Ndue Ukaj, Lulzim Haziri, besoj si. Po ishin një sasi Andrea Dushi. Impresionante, poetës, artistës, shqiptarësh. Ishin 3 ditë. Qartë. 3 ditë ku frymoi letërsia shqipe, u bisedua për letërsinë shqipe, po u bisedua në italisht. Normal. E kjo është e bukura. Po. Si dhe në fund u promovua antologjia e gjithë shkrimtarëve që ishin pjesëmarrës me pjesë tona të përkthyera në gjuhën italiane. Shumë e rëndësishme. Pra, mendoj ky lloj festivalit i bën nder letërsisë shqipe, po i bën nder edhe imazhit shqiptarëve në botë. Sepse desht me kem krijuar një imazh i cili ka filluar të lehet pas shpinet, por çdo kontribut në përmirësimin e këtij imazhit është i mirë se ardhur. Edhe shqiptarët nuk janë ata që janë prezantuar në mediave, që janë përdorur prej politikave të ndryshme, qofshin majta, qofshin djathta, për përfitimet veta politike, kështu me radhë, si po vazhdon me Londrën e me të gjitha, shqiptarët janë hallaxhin, mas parit, shqiptarët janë familjar, shqiptarët janë një popull, një komb i cili ka ditë ta ruajë familjen edhe kur s'ka pas asnjë institucion tjetër që e ka qeverisë vetë përveç familjes. Ndoshta tani që kemi gjitha institucionet e tjera është mas vështirë të qeveriset familja. Eksakt. Pastaj nga nga Milanoja në avion kemi qenë kur Ledja Dushi, drejtoresha e bibliotekës Marin Barletit Shkodrës, na informoi që do të mbahej një festival në Shkodër. Unë në festivalet letrare në Shkodër nuk kisha marrë pjesë kurrë. Isha jashtë. Por u informova se kishte qenë një festival letrar dikur, i cili kishte qenë shumë në zë, edhe pastaj lexova pak për të dhe e pash se ishte vetëm një vazhdim i Kot Shkodra nuk quhet djep i kulturës, nuk quhet. Pa ka tradicione, formon traditën. Kështu që u nderova me pjesëmarrjen në Next Verse, ku shkojnë fjalët, mund ta përgëzoj Ledja Dushin për organizimin fantastik. Pa jo e ka sjellë, teorikisht i takon asaj një meritë e madhe. Jo, unë duhet ta përshkruaj pak. Qartë. Momentin kur kem hyrë te Teatri Migjeni, cilin unë do të dëshiroja ta shihja të renovuam. Dal nga dal po e rinovojnë. Tash i kanë tash i kanë riparuar edhe nuk ketë zetë në verë edhe të ftoftë në dimër, por sigurisht do ketë edhe më tepër se sa kaq. Jo se po është një godinë e jashtëzakonshme. Më pëlqen jashtë masë. Dhe besoj se ja vlen të investohet aty. Po s'ka, nuk e shef tu afër. Se në Teatër Migjeni duhet ta kalosh gjithë malin e zi dhe nuk do ta gjesh. Jo, nuk e gjen. Pra duhet shkosh diku tjetër, në Kroaci ose. Edhe një sallë që e ka, 100 sa vende e ka. Edhe një histori që janë zhvilluar brenda atij. Po patjetër. Kështu që patjetër dramat e mëdha, komeditë e mëdha, absolutisht. Edhe ajo e kishte bën një organizim fantastik. Gjithë shkrimtarëve na kishte plotësuar ato tekat tona që nuk i kishim menduar, na kishte vendosur fotografi poshtë me disa thënie tona. Na bëri sikur ne ishim vërtet rëndësishëm, filozof. Ledja është artiste për këtë punë, patjetër që i organizon mirë. Përveç se është një poete e mrekullueshme, fantastike, e cila është përkthyer në gjuhën malazeze nga Nikol Berishaj dhe në gjuhë të tjera, bëri një organizim fantastik. Mbrëmje me muzikë, me recitime, me pastaj vizituam varrezat e Rëmajit. Është hera e parë, vërtet vit tash sa herë në Shkodër, po është hera e parë që shkoj t'i vizitoj, edhe pash jetën e Shkodrës përmes syve të vdekjes.
kjo është ajo që unë pash aty, edhe atë devastimin e Shkodrës se pash edhe te Varrezat. Edhe afolamentin e sotëm që janë. Bile Stefan Çapaliku na kishte është emblem e Shkodrës, nuk no. Kishte bani një libër për vdekjen. Vdekja në letërsi, duke diçka e tillë, cilin na dhuroi aty. Edhe na bani një shëtitje në për Varreza, dhe na bani Ciceronin aty, duke na treguar për historikun, për ngjarjet e ndryshme, për qarri i madh, ose si quhet aty ku janë bërë pushkatimet. Pra një vend ku vdekja fliste në lloj dekadash. Jo vetëm ajo, po aty janë familje të mëdha, katolike të mëdha, patriotike, kulturore, edhe si njerëzve të mëdha, që sigurisht atë Varrezë, më thënë, e karakterizojnë në këtë lloj drejtimi. Kanë bërë mirë që ju kanë çuar aty patjetër. Edhe jo vetëm shkosh, po morëm edhe një histori me vete, secili. Isha shumë më i kënaqur që ishin brenda edhe shkrimtarët nga Kosova dhe Maqedonia, sepse fjalë që i shprehnin ata që kishin ardhur për herë të parë aty, edhe unë isha për herë të parë, por Varreza të tilla nuk kemi parë vetëm në Itali, vetëm në Angli, vetëm në Gjermani, edhe nuk e kem di se në shqiptarët kemë Varreza. Sigurisht, patjetër. Edhe vërtet është ti trajtosh si monumente, e kam fjalën, se ato normalisht janë emocione familjare të cilat aty nuk duhet hyj. Nuk duhen baraspeshu në këtë rast, ato ndahen veç, që sigurisht janë shumë të mëdha, por në aspektin historik edhe në aspektin social filozofik ato janë shumë të rëndësishme në paraqitjen e tyre. Kështu që ky festival letrar, Next Verse, kur shkojnë fjalë, na afroi akoma më shumë. Shtoi edhe numrin e shkrimtarëve nga zona të tjera, edhe u kriju një farë lidhjet e cila po shkon drejt një përforcimit, drejt një besoj se shpejti do të ketë lajme lidhur me atë që shkrimtarë shqiptar do të krijojnë. Shumë mirë. Pas këtij është organizuar Festivali Internacional i Poezisë në Rahovec. Jam ftuar atje nga kolegu im dhe pati poet nga India, Anglia, Argentina. A ishte internacional? Internacional, po. Pat nga Malizi, nga Bosnia, normal nga Shqipëria, se ne nuk trajtoheshim si tjashtëm, po si vendas. Nëse shqiptarët janë shqiptarë, pastaj. Edhe ishte një festival vërtet një ditë sqati, por ishte një festival i mirë ku u botuan një antologji e vogël në 2 gjuhë, shqip, anglisht, e cila normalisht do shpërndahet nëpër vendet nga vinin poet. Me siguri një numër i kufizuar, por është edhe online, kështu që shumë mirë. Është diçka e mirë. Pastaj nga festivali në festival. Kam pas ftesën në Fiction Fest, 5 nga Adil Olluri në Prishtinë, përsëri, ku kemi qenë së bashku me Rita Petron, Suad Ariljen nga Shkodra, Besnik Mustafajin, ka qenë një festival me qetë, me pjesëmarrës, numër të pjesëmarrësve të relativisht të madh, por është biseduar për letërsinë, jo vetëm lexime, por është edhe biseduar, ka pas bashkëbisedime, dhe mendoj se ka qenë interesant, i bukur, i suksesshëm. Për ta përmbyllur me festivalin e fundit që kam marrë pjesë te ky i Prishtinës, për cilin biseduam edhe takimin me kryeministrin në fillim. Kështu që letërsia në përgjithësi ka një komunikim. Mark, në aspektin kombëtar, sigurisht gjitha këto që tregove deri tani, shkurtimisht sepse s'mund zgjatemi, kaq lejon emisioni, aq është si minuta. Jo, more shumë mirë, të lej gjithmonë e duhur për këtë pjesë. Po i kisha fjalën që a vere edhe ti duke treguar, e kupton se si funksionon
në mënyrë të qartë, po të pyes ty se nuk duhet të pyes thjesht ato që po na shohin. Kombëtariteti, ja ky është kombëtaritet. Pse e kërkojmë ne me kaq parrulla të mëdha dhe me kaq pathos të madh, dhe me kaq si them tash, me kaq të gjithë bëjmë njëherë si super patriotë, e kam qartë. Po a ka patriotizëm më të madh se sa ky i qeti që po bën ti? Keni shkuar atje, jeni të gjithë shqiptarët e trojeve shqiptare, jeni bashkë. Edhe thedhi i janë bukur, ne ishim bashkë, sepse kur janë shqiptarët, janë të ujit, tjerët janë të ujit. Se je shqiptar prej Malizzi, se je shqiptar prej Shqipënisë, se je shqiptar prej Kosovës, se je shqiptar prej Maqedonisë, se je shqiptar që vjen edhe nga një vend tjetër i botës, je shqiptar. Po kjo përban atë pjesën kombëtare. Pyetja në fakt është e tillë. E bën më mirë letërsia? E bën më mirë arti këtë punë? Apo i ka met politikës si të shesin mend, nëse të hapet, i thonë Shkodër. Unë mendoj se Shqipëria është Shqipëria dhe Kosova, po edhe shqiptarët në Malizzi, pse jo, edhe sidomos shqiptarët në Malizzi, e në Maqedoni, për jashtë të tjerë, pra shqiptarët në Sanxhak edhe në Preshevë me Medvegje, ata përjashtoj, sepse ata nuk janë në këtë stat. Eksakt. Pra, ata janë më të munduar, me shumë më të padrejta, si me thënë që kanë. Kështu që ne nuk kemi nevojë me ta bërtasim patriotizmin. Ne kemi nevojë ta bëjmë patriotizmin. Patriotizmi bëhet, ushtrohet, kulturalizmi është diçka që nuk bërtitet. Absolutisht. Pra, libri është një pjesë e vogël, po me siguri e rëndësishme si në organizmin e normal. Është letërsia, kultura, arsimi, kulturore, apetarja, gjitha këto janë këngët, filmat, pa zhurmë, e vërtet. Pa zhurmë, pa rrallje shoksit. Janë emisionet, janë në studio, bile unë kërkoj pres që fillohet që të bihet tash. Të bihet kulturalisht. Në bised edhe shqiptarëve nga jashtë Shqipëria në për studio. Pra trajtohen njëjtë si gjithë tjerë, jo ma me përkëllëli, nuk ka nevojë, duhet që të bisedohet me ta ashtu si që bisedohet me secilin shqiptar tjetër, dhe duhet t'ju kërkohet përgjithësi ashtu si ju kërkohet tjetër. Normalisht për tjetër. Nëse letërsia e ban, realisht e ban, edhe nuk e ka bërë gjithmonë. E ka bërë gjithmonë detyrën e vet letërsia. Sigurisht. Por lidhja e letërsisë, e letrarëve, e shkrimtarëve që ka ndodhur, sidomos dekadën e fundit, nuk ka qenë. Sigurisht. Nuk ka qenë. Ka qenë mungesë. Është dash punë të vish deri këtu. Absolutisht, edhe guxim. Por këtë na ka mësuar fatmirësisht ata që kemë menduar se nuk kanë as i pikë patriotizmit. Na ka mësuar Evropa. Që duhet ta bëni këtë punë, sigurisht. Europa... Pa e ka provu edhe vetë, është pasojë provës së saj. Europa thot, ju jetoni në për shtetet ndryshme shpërndarë. Qartë. Bashkëpunoni, konkuroni në projekte dhe zhvillohuni. Kush pjo ndalë. Pra do thot, nuk ke nevojë të thuash, ne duam Shqipërinë e madhe, Shqipërinë etnike, guri kuq, jo na damto 500 vjet. Sepse bëhet kështu në këtë lloj formet. Na damto 500 vjet Turqia, 100 vjet Slavi, 200 vjet ky tjetri, jo Bullgari, jo kështu. Historia është pjesë e historisë. Ta trajtojnë historiantë, ta njohin fëmia gjitha, po nuk. Sot nuk çeverisemi nga askush tjetër vetëm nga shqiptarët. Sepse e di ku e kam fjalën Mark, pa bë politikë. Kjo që po bëj tash është pjesë e si më thonë, edhe politikës, po më tepër e filozofisë kombëtare. Nuk mundahemi nga politika. Po pra, kur ju takoheni të gjithë aty, nuk dalloheni herë nga krahinat. Absolutisht. 2, nga religioni. Shqiptarët i kanë edhe religionet që i kanë. Kuptoheni, edhe të kuptohen. 3, nga mosha. Nuk kuptohen edhe nga dallimet politike. Se nuk keni shkuar aty merreni me. Pra, na di ka një element shtesë, sublim, i cili i lën jashtë të gjithë pjesët ndarëse.
do të thoshte edhe politika besës ndarëse edhe religioni ndarës. Po janë ndarës nëse ti do t'i japësh fort. Nëse ti do t'i shosh Do t'i shosh në këtë mënyrë, do bësh si sigurisht shërben edhe për ndamje. A kanë shërby për bashkim? Sigurisht që kanë. Por ama në këto momente kur flasim pikërisht për letërsinë, për poezinë, për artin, për kulturën, për këngën, për filmin, për arsimin, këto elementë zëmusohen, është ajo që thamë përpara, bëhen më të buta, nuk kanë thepa më, nuk shpojnë, nuk gërdhishin. Dhe njëkohësisht nuk shesin, këtë po them, copë nuk shesin as mend. Kur duam ta trajtojmë. E bëjnë qetë. Kur duam ta trajtojmë ndasinë religjioze nga këndveshtrimi religios, normalisht se ai do të jetë shumë i largët. Po tjetër. Por hajde ta shohim. Jo, mo kemi komshit, fqinjtë. Jo, hajde ta shohim. Kemi sot, kemi fqinjtë që e bëjnë atë punë. Po. Edhe kërkojnë që të prishin punë ke shqiptarët bile. Nga realiteti ynë është ndryshe. Është ndryshe, absolutisht. Sepse secili shqiptar vjen nga një i njëjti trung. Vjen me bindjen nuk e ka djalin e tezës e djalin e halls, por e ka vllaun e ka. Pjesën e ADN-s, pjesën e gjakut ti, absolutisht pra. Kjo. Aty fillon çdo gjë. Nëse unë kam konflikt me vllaun tim, unë mund ta kem për çështje prunet, për çështje inatit, për çështje ziliet, për çështje konkurrencës në biznes. Gratë na shkojnë keq, mund të jenë shumë gjëra. Po jo për këtë punë. Po për çështjet religionit. Kjo është i temë e cila duhet larguar një herë e përgjithmonë, po jo vetëm kjo temë, por shumë tema tjera. Ne dëgjojmë karinarizëm apo çdo ditë. Edhe trumpetohet ashtu si këto patriotizmat me zë të madh. Por nuk çojnë kurrë. Nuk çojnë askush. Përkundazi dhe humbi. Mund të marrin qafë një grup të vogël të njerëzve të cilë absolutisht kanë me kuptuar ditë se janë ka shkojnë gabim edhe kanë më absolutisht. Pash përpara që kapi unë tash në dorë një libër këtu. Edhe sigurisht që ti ke patjetër prodhimin intelektual tënd edhe shumë të mirë. Natyrisht që kemi folur më përpara edhe për shumë prodhime. Po ky me sa di unë është i fundit apo jo? Ky është i fundit. Tash mund t'ja bëjmë ditun edhe atyre që kanë. Në këtë rast po e marr pash. Po ta edhe falenderoj shumë. Ja për shkakun unë do t'jap po shkrimi im është shumë i keq në krahasim me asu nuk si shkrim doktorash. Për ndonjë farë shkrimi. Falenderoj shumë. Me që edhe unë po të jap. Kjo është nga të fundit që është pjesë e studimit tim të arkivit edhe të historive. I kam qytë parrëfyme sepse në periudat të ndryshme të kohës, për këtë tënë do flasim, për atë po flas vetëm 2 minuta. Në periudat të ndryshme të kohës, edhe në këtë vend, nuk kanë pas dëshirë shumë element cilët janë aty, e që janë nxjerrë nga arkivi, shumica. Ti din kam punu aty, kam vite që punoj në trashëgimin. Aty jemi njoft. Aty edhe jemi njoft. Aty mi ke hap dyrë si student. Patjetër. A ishte detyra ime që të hapja dyrët e studiusve, letrarëve, akademikëve, kush kishte nevojë vinte. Që nuk kishin dëshirë që ti ekzistonte edhe ky lloj mendimi. Pastaj erdhi ideologjia, nuk i donte. Pastaj erdhi një farë mënyrë e demokracia që shpeshherë bëj ironiun, ose demokracia jonë është shpërdorim i lirisë në përgjithësi, me 1000 vrejtje që bëj, dakord, në rregull, lejohet gazetarja në fundit, dhe nuk ishin dëshira së ato. Unë i kam mbledh me kujdes, mungojnë shumë, sigurisht, po ai ishte koha. I ke aty. Dedikimin e kemi një shkrim të tmerrshëm, po ta dish që ke fjalë të mira. Edhe nuk harroj ta shkruaj të djalë patriot. Atë nuk do ta harroj kurrë, e ke sepse edhe kur ishe më i ri, para vitesh nuk e di sa bëm mark kur ke ardhur për herë të parë. Kur jemi një bashkë? Kur ke ardhur 2012, 2011. Profesor Ardian Marashi më ka nis te ju? Po. Viti 2011. Pra, u bën 15 vjet, e qenë djalë i ri, sigurisht. Djalë patriot, kam thënë. Kështu që pse ta ndroj fjalën. Tash flasim për librin tan. Edhe un kam ditë një diçka me patë Shkodra se patriotizmin është ndryshe kur e bë me veti, edhe është ndryshe kur e gjete te populli. Vetëm se thjesht
ne shqiptarëve nga jashtë na është dashur me pa formën se si e ushtrojnë patriotizmin Patjetër. pjesa e shqiptarëve Patjetër. që nuk kemi jetuar me ta. Patjetër. Mark, çfarë profesion, çfarë është frymëzimi për këtë Livjen? Çfarë trajton? Livja trajton familjen. Familjen, rrezikun e shpërbenjes të familjes, sulmet Që është rrezik eminent. Po, sulmet që po i bën familjes tradicionale në botë, jo vetëm te na, Po vjen e refleks edhe ke ne. po reflektohet edhe bile me i farë dhunët Dhunë. të hatashme. Është një libër i cili mbron vlerat konservatore. Normalisht Se mos kuptohet për gabim, konservatore është me rujt, është me konservu. Normalisht. Vlerën morale. Absolutisht, familjes. unë do ta bëj një zbërthim, pastaj nëse ke Qartë, pyetje më ndërhysh, po personazhi i romanit quhet Livja. Edhe e kam vendos Livjen si femër aty ku e ka vendin, në shtyllën e familjes. Gjatë gjithë romanit kërkohet fajtori i largimit Livjas nga familja. Livja para se të lejë familjen, para se të braktis burrin dhe fëmijët dhe vi divorci, ajo fillimisht humbet dëshirën e saj për të bërë art, për të pikturuar, sa është një piktore. Ishte i talent. Largohet nga piktura. Largohet nga vullneti për ta jetuar jetën në thjeshtësinë e saj. Duke kërkuar majat, ajo faktikisht bjen poshtë. Edhe këtu paraqitet femra e ditëve të sotme, në përgjithësi, devastimi i mentalitetit të femrës dhe trasimi i trunit saj drejt një përçudnimit. Po jo vetëm femrës, po edhe të mashkullit i cili tenton të bëhet femër. Shoqërohet patjetër. Edhe të femrës e cila me vrullin më të madh për treguar feminitetin ka dëshirë të bëhet mashkull. Eksakt. Edhe ndarja këtyne burrit dhe gruas e ndan edhe familjen. Pastaj vijnë pasojat te familja. Vjen shpërfytyrimi i çdoditshëm që e shohim te rinia jonë, sidomos te ata që përfaqësojnë mediat. Botoksi është bërë një vlerë e cila po aplikohet, thosë kemi punë me robot. Për mendimin tim, ajo që kam shfaqur aty është se po largohemi nga natyra, po largohemi nga vetvetja. Nuk jem të kënaqur, e kjo është ide e infiltruar në psikologji përmes mediave që i lexojmë mbrapsht, mediat sociale, na lexojmë mbrapsht inteligjencën artificiale, se nuk kem lexuar, se nuk kem bagazh, nuk jem të gatshëm ta pranojmë një bibliotekë aq të madhe botnore ta kemi nduar. Edhe kur e marrim në dorë na është taksirat. E përdorim keq. Patjetër. Edhe problemet e femrës gjatë gjithë librit trajtohen sikur femra është fajtorja. Në fakt, në realitet, edhe te libri thuhet mjaft qartë përmes formave të ndryshme letrare se nuk është femra fajtorja e kësaj, femra është vetëm viktim. Është viktim e trendit të ri botnor, i cili kërkon perfektën të dukja. Merret me formën, Kaq, duke harruar përmbajtjen. Jo me përmbajtjen. Jo harruar, keq përdorur pastaj përmbajtjen. Po. Kurse familja, atakimi i familjes, atakohet edhe morali pastaj, atakohet shumë element. Vlerat. Absolutisht. Nëse i referohemi disa dhënave që unë i kam hulumtua para se kam publikua librin, para se kam përfunduar librin, numri i të pamarturëve në botë është jashtëzakonisht sigurisht i frikshëm. Pastaj
Kanë gjetë relatinë e tyre, pse ta thuan për çarsye. Devijimet në e qëllimshme. Qartë. Dhe gjinive. Edhe prezantimi me dhunë i tyre. Pra, unë asnjëherë nuk jam kundër që dikush deklaroj t'jetoj ashtu si do t'jetoj ai. Pra, duke ja fitulluar nga religioni ose shihet, po themi, seksuale ti. Po që këto të bëhen sublime dhe pastaj të sundojnë botën. Nuk kemi nevojë që ne të dalim në rrugë absolutisht. Te unë dhe Besi Bekteshi jemi meshkuj, jemi burra. Pse nuk kemi nevojë? Jetoje jetën tënde ashtu si jeton, si ke dëshirë ti, vishu me gjitha gjyrat e. Po nuk mund t'imponohesh. Po mos ma impono mua. Eksakt. Kaq. Kjo është libri, nëse më lejon në fund të librit djali i personazhit personazhit kryesor në fund të librit thot sa po mbyllën dritaret, askush nuk foli asnjë fjalë përveç djalit i cili pas disa minutash heshtje beri një i a. Unë jam një gomar dhe kërkoj të drejtat e mia. Të gjithë së bashku kthyen kokën prej tij duke thirrur: O Zot, këtë e dinim. Tha dhe Hera, por nuk besonin se do ta pranojë edhe ti. Edhe pastaj plasi e qeshura. Ju po mbullizoni. Vazhdonte humorin luani. Dua një stall, një gomaric dhe duhet të mbaj peshat renda. Kuptojeni, unë jam gomar. Këto janë rastet vërteta në botë ku njerëzit pretendojnë se janë transformohen në gomar, në breshkë, në qenë, në shkrepse, në çdo gjë të mundshme. Edhe unë nuk jam absolutisht kundër që dikush ta deklaroj veten gomar, por mua mos të ndetyroj të jetoj në stall pranë tij. Kaq. Kjo është një e kanë trajtuar, e kanë cilësuar si guxim, po vetë me jetua, vllau im është thot guxim është thot martohesh. Qartë. Ti e din që te emisioni tjetër ke Prizmësi, po këtu unë trajtoj shpesh edhe politikisht, me politikë merrem në atë emision, edhe filozofikisht, edhe kam trajtuar edhe këtë problem, normalisht. Dhe ajo që trajtoj unë, falenderoj shumë për librin dhe për guximin letrar që tregon, por që brenda tij ka guxim politik dhe filozofik. E kam trajtuar këtë në këtë lloj mënyre për të bërë të qartë që ne nuk jemi brezi që mohojmë dhe persekutojmë. Ne kemi kaluar këtë kohë. Ne nuk persekutojmë kërken. Edhe shpesh i kemi pas aty në mjedisin ton njerëz me një farë mënyre shije të ndryshme, deviacion, quhet si dush, nuk duhet që t'i fyj. Kur shkon puna pastaj që mos quhesh as femër, as grua, as burr, as mashkull. Kur shkon puna që të krijosh kodekse të cilët në thelbin e tyre prishin moralin. Edhe këto kodekse, 2500 vjeçar, 3000 vjeçar, ti fusesh në shkolla, dhe sigurisht përdorimi i tyre kërkesa të drejtave surplus. Sepse sigurisht kemi në historinë tonë të zhvillimit demokratik asaj që i themi të drejtave të njerëzit. Pse do kërkosh më tepër se të drejtat e njerëzit, se këtu është. Dhe ky është konflikti që kam. Jo konflikti çfarë shihesh hermetike, jo hermetike, seksuale, heteroseksuale ose homoseksuale ka personi. Nuk kam punë, nuk më intereson fare që bën ai me trupin e vet dhe me mendjen e vet. Po më intereson shumë pse kërkon më tepër se sa ato që konsiderohen të drejta njerëzore. I do më tepër se sa kaq. Dhe t'imponohet me pikërisht këtë lloj kërkese. Se kjo pastaj na çon një element tjetër që sigurisht në mënyrë letrare thua këtu. Çon në deformimin e shoqërisë në përgjithësi, në shkatrimin e saj në përbërjen e familjes, në moralin e përgjithshëm. Ajo është pjesë e moralit dhe është pjesë e moralit. Shiko Mark. Një diskurs të vogël 2 minuta që të bëj edhe pyetjen tjetër. Shpeshherë edhe në raportet që kemi pas religionare, këtu janë trondit shumë.
multireligionare, janë tronditur shumë. Mendoj besi se s'kemi të bëjmë me religionin, familja ka fjalën këtu. Para religionit. E kam fjalën këtu. Në këtë moment shoqëria merr disa kodekse që janë morale. Dhe që në përgjithësi religionet e kanë brenda tyre, që nuk mund ta pranojnë këtë lloj koekzistencë të tillë që kërkojnë më tepër të drejta. Ta bëjnë një digresion të vogël. Religionet kanë filluar me i pranua. Po kjo është e keqe e madhe. Religionet kanë filluar me pikërisht. Sepse në bazë të drejtave të njeriut edhe asaj që ne duhet i pranojmë njerëzit, po pranojnë një diçka tjetër. Shiko, Mark, janë duke pranuar një prishje të moralit. Shiko, kur themi që janë formu këto lloj kodeksesh, ato kanë, edhe nëse ekzistojnë prej 2000, 2500 vjetësh, 3000 vjetësh, pra i pas kanë rezistu kohës, një diçka e moralshme dje do thushti, mase nuk është e moralshme sot. Por disa gjëra nuk kanë lujt. Me vjedh trajtohet njëjtë. Është njëjtë. Me vra ti je prind. Tash. Prindërimin nanën do mohosh. Çfarë do mohosh tjetër? Apo punën, sepse këtu po mohohet edhe puna. Apo qenësi. Apo ADN, sepse kur vjen puna të pyesesh pastaj, nëse nuk e beson Zotin, natyrën, a e beson? Matematikën, a e beson? A i beson pëmë që ishe para vetës. Po i bjen nesh për edhe matematikës, i duke i ranë nesh edhe ADN-s. Hajtë se nuk po do me i besu bje fjalla religionin, ose këtu e kisha fjale për religionin, besimin. Ti po s'po beson as natyrën, ti do me i ranë nesh edhe natyrës. Pra në këtë mes, nuk është se du me ba politik kundra, po du vetëm thjesht të them që shiko, familjen kështu goditje, të shikëtë nuk do të lejojmë që të goditet. Unë nuk e lejoj. Po jona e për ma tepër kur më imponohesh edhe me ligje, dhe me parada, dhe me krenari të tilla, ja tash këtu lutem, edhe imponime në shkollë, edhe imponime ke fëmijët, edhe këto nuk janë punë. Këtu e kisha fjalën. Isha në Amerikë, edhe mora dhe Jonin, djalin, atë 7 vjeç, artistësh. Edhe ishim të vëllezërit atje dhe thotë me që po rrini këtu një muaj ditë, le shkoj djalin në shkollë, pra ka një vit e gjysmë, le shkoj djalin në shkollë me vajzat. Vajzat e vllaut edhe me djalin e vllaut. Edhe unë bisedova me Lizën, edhe tha jo, asësi. Thash pse, qa ka? Jo. Ta po ma mësojnë keq ta? Lutem mos e lejo djalin në shkollë. Këto gjëra kanë ndryshuar edhe në Amerikë kanë filluar të ndryshojnë. Sigurisht. Ka ndryshuar një politik. Sidomos mas Trumpit. Sidomos mas ardhjes Trumpit, edhe po dakordsohemi bashkë se askush nuk ja privon kanin me jetu si don me jetu thjesht. As kemi det persekutojmë kërken. Po ne fëmin ton, unë jam milanist i zjarrt. Unë jam milanist. Edhe djalin kam pas dëshirë ta shikoj futbollin. A di me ka kam tifoz djalin? Me Paris Saint-Germainin. Ç'lidhje ka Milanoja me Parisin as pak. Do thot nuk e privoj. S'ke pa arsye të apo. Nuk e privoj nga. S'ka asnjë arsye. Jo, por e dinai ka ajo është gusto e tij. Do ta është gusto sportive e tij, nuk e privon. Ashtu është. Mark, fundit të shit desha të interesohem për Tuzin. Sigurisht i ke një funksion edhe në komunën e Tuzit, përfaqëson jo vetëm një intelektual aty edhe një individ, person publik, por di edhe shumë element. Unë kur kaloj më bëhet qefi, shoh një Tuz tjetër, shoh me një shes, shoh shtatoren e Gjergj Kastriotit. Nuk e keni pas dikur. Shoh pastërti më të mirë, absolutisht, rregullim më të mirë. Hapësirë jetike të shqiptarëve më të mirë të administrueshme. Kaq dallojon. Tash i kërkoj edhe një mendim prej teje. Po i dallon mjaft mirë se ju e keni vizituar shpesh. Edhe Tuzin, edhe Podgoricën, edhe Ulqinin, edhe Tivarin. E njoh Malinezi shumë mirë sepse e kemi afër. Mirë. E një edhe anën ku jetojnë shqiptarët edhe kur jetojnë malazes. Bile edhe kur jetojnë edhe një pjesë serbëve, enklavat e tyre. I njoh shumë mirë. I njoh kishat e tyre, i njoh xhamiat, i njoh gjitha. Per ata na shqiptarët kem përparësi ndaj popujve të tjerë që jetojnë në Ballkan. Jemi vëzhgues shumë të mirë, e dinë shumë mirë këto punë. Absolutisht. Nuk na vlon gjaku as shpejt kundrejt
atyre që dikur, shpresoj ta themi dikur kanë qenë armiq, sot nuk janë. Sigurisht kanë qenë vrasës dikur këtu gene, po kanë kaluar 170 vjet. Por këto janë koha që shpresoj se po vjen viti 2030 dhe antarësohemi në Bashkimin Evropian dhe të flasim ndryshe, por janë historitë e vrasjeve dhe vdekjeve, por për fat një farë mënyrë është qetësuar situata. E vërtet, shqiptarët e Tuzi kanë ndryshuar prej vitit 2019 deri në 2026 përveç buxhetit, përveç se është bashki, komun, prej një buxhetit pej 1.8 milion diçka e tillë, sot është pothuajse 11 milion buxheti i komunës Tuzit me 15.000 banor, nëse s'gaboj. Sigurisht. Pra, përveç asaj, është kaluar në një shpresë. Sheshit që është në Tuzë është falë bashkëpunimit edhe financimit që ka bërë shteti shqiptar. Pa. Bashkia më mirë me thënë bashkia e Tiranës. Pra, atë që është të thotë Erion Velia sigurisht. Se përballet me është tjetër çështje, por Erion Velia drejtësindet përballet ai atë punë ka bërë. Ka punuar sheshin në Tuzë, ka financuar atë shesh që për ne është një... Po s'janë paret e Erion Velis, me janë paret e Bashkisë Tiranës, kontribuentet e Tiranës. Për ata e thash se është Shqipëria. Erion Velis, bravo i qoftë që e ka bërë punë. Shqipëria është secili. Absolutisht po. Shtetas i Shqipërisë. Po. Pastaj në shesh është vendosur monumenti, keni pa, i Skënderbeut, i financuar nga diaspora jonë, madhështor. Patjetër. Te na ka i peshë më të madhe se ka në Tiranë. Po. Por me shesh jem mundua që t'jemi një copë Tiranë edhe ne. Jeni një copë Tiranë, aty në me sheshje. Sheshi arsye sheshi Skënderbej. Për 15.000 ai shesh Skënderbej më i madh gati se i Tiranës. Edhe ç'është kënaqësia më e madhe është sa kalojnë vetura sajte e autobus në besoni që askush nuk ka nalë për para në Tuzë. Gjitha kanë pasi tranzit. Sot ka plot, sepse shqiptarët nga Shkodra, nga Lesha, me Tuzën janë mësuar. Nga Vlora, nga Korça, nga Elbasani. Do nalen, do bëjnë fotografi. Nga Saranda, ata edhe nëse s'duhet ndalojnë ata e shohin Skënderbeun, edhe ndalen, mrekullohen, pini kafe, edhe i ka dhënë një fytyrë. Ju keni Nën Terezën? Kemi edhe monumentin e Nën Terezës, po me Nën Terezën s'kemi pas problem për ta vendosur. Qartë, me Kastriotin kemi pas i luftë 5 vjeçare, sepse kurse me këtë është problem. Me Skënderbeun kemi pas i luftë 5 vjeçare për ta vendosur. Ka pas kërkesa prej më të ndryshmeve që të shkruhet edhe në gjuhën malazeze, kështu me radhë, po kjo nuk ka ndodhur. Nuk e kemi toleruar. Por është shumë e rëndësishme lindja, se pa lindjen ekonomike, pa zhvillimin ekonomik, zhvillimi kombëtar nuk mund ndodhi. Normal. Shqipëria vërtet e shpalli pavarësinë me 1912, po buxhetin e kishte grop. Gropa as funksiononte normal. Edhe 1920 është shteti shqiptar. Punë që janë bërë shpejtit pritet që të fillojnë ndërtimi i fabrikave që është folur, është biseduar se do të bëhet një investim nga diaspora i fabrikave për përpunimin e perimeve. Edhe ne jemi zonë e cila vërtet kultivojmë shumë, punojmë shumë, tokat mund të lirisht se Malësia me Zetën bashkë e ushqejnë malin e zi. Do të thonë, prodhojnë mjaftueshëm. Janë hapur disa fabrika, 3-4 fabrika janë hapur në Tuzë prej vitit 2019 që funksionojnë dhe vazhdojnë. Fabrika e çipsit, ka fabrika dhe tjera generatorëve, çështje industriale apo agroushqimore. Po, për punimit të frutave që punohen langje. Mund të them që ka ndodhur një rilindje, rikthimi shpresë për të jetuar rinia aty. Ja ankuar dikur në emisionet e mia. E vërtet. Ndryshimi? Ndryshimi është shumë i madh.
shumë i madh. Rinia jonë e ka mundësinë që specializohet edhe të jetoj aty, që të shkollohet të jetoj aty, që të kryej vetëm gjimnazin e prap të punësohet sepse kërkohen punëtor mjaft. Pra punë ka boll. Kjo është e vërteta. Në Tuzë sot unë njoh 3-4 ekipe nga Shkodrat me rrethina edhe me gjerë që punojnë keramik. Absolutisht. Njoh teknik të ndryshëm të cilët vinë jetojnë atje përkohësisht ose edhe janë zhvendos edhe punojnë në Tuzë. Po, shumë mirë. Keni dhe stadium të ri? Kem stadiumin e ri, kem një Deqiq, i cili ka fituar kupën e Malit Zi, ka fituar kampionatin e Malit Zi, ka shkuar deri në rrethin e tretë për në Kupat e Evropës. Kupat e Evropës. Pra lojtar shumë të mirë, ekip shumë të mirë, ekipin më të mirë të Malit Zi, praktikisht. Kemi një Deqiq i cili pregaditjet po i zhvillon me vllaznin. Po, bëjnë sfidë. Kjo është edhe një lidhje. Qartë, po. Futbolli është futboll, lojtarët i kemi nga Serbia, tjetër. I kemi nga Malizi, I kemi nga Bosnia, I kemi nga Kosova, nga Shqipëria, nga gjithku. Kjo është diçka normale. Arsimi? Te ne është organizuar ndryshe, por arsimi në Malizi dita është duke u përmirësuar. Është paralajmëruar hapja e Institutit Albanalogjik në Podgoricë. Ka vite kjo punë dhe akoma nuk e kanë rritë. Është një vonesë. Tani u me sa e di. Shpresojmë që zëvendës kryeministri ta përshpejtojë. Kryeministri Xheloshaj edhe nën kryetari I Parlamentit zoti Camaj e kanë shtyr këtë projekt edhe është ndarë buxheti, kanë filluar bisedimet dhe siç tha zoti Camaj deri në fund vitit 2026 do të ishte gjë e mirë shumë. Do të hapet. Ne nuk fillojmë nga zeroja, sepse tashmë kemi 2 akademi, kemi 2 institute albanologjike. Bashkëpunuan mjaft mirë, u bë fjalori I madh gjuhësor, kështu që në aspektin kulturor shqiptarët bashkëpunojnë. Unë shpesh më duket sikur kanë frikë prej politikës me bashkëpunojnë njëri me tjetrin. Patjetër. Janë shumë fair në pjesën kulturore, janë zakonisht mirë, absolutisht. Po, absolutisht. Do thot panajiri I librit në Tuzë. Po. Ngjarje shumëta kulturore, sidomos koncertet e fundvitit që organizohen në qendër Tuzit, me këngëtarë nga Shqipëria, nga Kosova. Po më e bani si Shkodra. Besoni për vitin e ri. Një muaj edhe ju. Për vitin e ri, po, e vërtet. Po që tash ti duhesh mu ndikua. Nga komisiu. Jo. Mirë, dakord ndikimi, po ban, ke aftësinë për ta pa. Po na nuk kem nevojë me shkuar në Kin me marr shembull. Po më pa. Se Shkodra I ka disa gjëra të jashtëzakonshme. Po, dakord, në rregull. Pra, është aftësia për t'i organizuar, se ti mundesh me imitu, po s'ke aftësi për t'i bërë. Ke aftësinë që e bën. Në koncertet e Tuzit, absolutisht. Unë mund të them. Janë fantastike. Po janë edhe ka 3-400 tri nga Shqipëria. Po. Se Gjensilen e ndjekin shqiptarët kudo që shkojnë. Sigurisht, ajo vinë dhe ka. Ajo vinë dhe plus Tuzi, po ja mbledhen aty. Edhe çka ndodh. Qartë. Rinia njihen. Po më burr, po patjetër. Njihen mes njëri tjetrit. Patjetër, më është gjë e mirë shumë, absolutisht. Po kjo është jetë komune e shqiptarëve, jetë bashkia e shqiptarëve. Kështu funksionon. Unë ta them që po zgjerohem pak me Po. Edhe pse gravitojmë në një qeveri pro-serbe, shqiptarët e Forumit Shqiptar, do më tha partitë e Forumit Shqiptar, që janë pjesë e kësaj qeveri, që cilësohet dhe është një parti ku janë partitë pro-serbe e kanë bë pushtetin, shqiptarët e kanë domosdoshme të jenë pjesë e qeverisjes. Nuk do të jenë jashtë qeverisë. Jo, se asnjëherë shqiptarët si popull nuk janë, po jem drita më e fortë e rrugës drejt Bashkimit Evropian. Normalisht. Edhe
për ata ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, në mënyrë të vazhdueshme ka organizuar takime me zotin Xheloshaj. Zoti Xheloshaj është ftuar disa herë në Shtetet Bashkuar të Amerikës, edhe nga drejtori i CIA-s, edhe në Shtëpinë e Bardhë, edhe në Senat. E gjitha kjo për ta kuptuar vërtet se ka po shkon kjo qeveri. Sigurisht. Edhe shqiptarët është edhe një frenim i domosdoshëm për mos dalë akoma më pro serbe dhe më pro sigurisht ekzistenca e shqiptarëve është një kontroll përmbi pikërisht këtë element i cili është pjesë. Nëse kishim në Dritan Abazović, po që nuk vinte nga partitë nacionale, nuk ishte një parti shqiptare, si kryeministër shqiptar në Malzi, tani kemi një zëvendës kryeministër që vjen nga partitë nacionale. Sigurisht. Kemi një zëvendës kryetar parlamentit, kemi një ministër Marashdukaj në një ministri administrata publike, është ndër më kryesorët. Qartë. Kemi drejtora shumë në për sekretar shtetëror që i quajmë. Pushteti edhe fondet ma nuk merren prej opozitet. Opozita ma nuk bëhet në rrugë. Konsensualiteti është larg pej Ballkanit hala. Do shta i ditë ka me ardhë. Arben Xhaferi gjithmonë e ka prolonguar konsensualitetin. Kam të qartë atë punë dhe shumë diskutueshme për nga ana, po them të një nacionalizmi i cili me të vërtet nuk do me vu mend, por ama mrritja në rrugë dhe ecja në rrugë janë të diskutueshme për të bërë, jo të pa diskutueshme mos të bërë, kështu që t'jap drejt në të lloj drejtimi. Pjesa e qeverisës është gjithkush që do me pa me sy pak kështu, nuk është se po bën mirë, bën gabim. Pjesa e qeverisjes edhe për ato që mund mos t'i kesh shumë dëshirë dhe mund mos t'jesh shumë në pika takimi me to, është i domosdoshëm në kufit e Shqipërisë, në kufit e shqiptarëve dhe për interesat e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Kjo është interesi i shqiptarëve. Se sido që t'jetë atë që thamë përpara ne nuk mund ta mohojmë dot. Vjen një moment ne do mblidhemi. Ideja është sepse ti je në një shtet tjetër dhe vepron në një shtet tjetër. Nuk mund ta lësh pa kontroll. Politika e popujve pakic, sidomos si jem na në Malzi, e në bërjen e politikës. Nuk është vetëm politikë, është një diplomaci. Po tjetër. Sepse ajo është përfaqësuese. Po tjetër. Edhe është kollaj ti thosh të fillosh etiketimet, ky tradhtare, ky kështu në shërbime, ky këto janë marrëzirat e Facebookut edhe dolligjet e këto janë edhe duhet besoj se ecin me kohën, por është një pjesë e tyre që domethënë duan ulur si momente. Problemi është ti shërbes shqiptarëve. Ajo që thua ti për Tuzin, është edhe që e shohim ne, është pikërisht kjo politika që ka mbrapa dhe diplomacinë, po njëkohësisht edhe syrin e mrekullueshëm të atij që duhet të çojë përpara pikërisht atë minoritetin që quajnë ata. Ne kemi edhe një për ta nxjerr aty ku duhet për me nxjerr, jo ta lënë mrapa. Tani duhet ta përmend një plag, por nuk është plag, por është një alarm i cili vazhdon edhe prej bisedës tonë para 10 viteve, e do të kujtohet mjaft mirë kur tokat tona në Malsi, në Tuzë, administrohen nga? Jo, janë duke ushit. A shiten? Janë duke ushit. Edhe pronat tona i blejnë kryesisht veriorët. Veriorët ne i quajmë boshnjakët. Demografia e popullsisë në Malsi, në Tuzë, nëse vazhdohet me këtë agresivitet, fillon e ndryshon. Që është jo fillon, por para 10 viteve gjuha shqipe ishte e pranishme me 75% në Tuzë. Censusi i fundit e nxjerr me 15% ramje. Në 10 vitet e ardhshme. Po vazhdojmë me këtë ritëm? Po vazhdojmë me këtë ritëm. Shqiptarët në Malzi, në Tuzë, do t'jenë pakic mrena pakicet. Si shesin tokat? Kush është interesi? E para është
shpopullimi i malësisë, largimit që ka ndodhur i madh prej viteve 60, 70, 80 deri në vitet 2000, kryesisht 2010. Ajo pjesë e popullsisë që janë larguar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e madhe. Një pjesë e tyre kanë ndërtuar shtëpi, i mbajnë me dëshirë të madhe, nuk i shesin, por është një numër i madh edhe i vendasve, por edhe i atyre që është kthyer në biznes, besi, thjesht në biznes i cili do të jetë. Po kjo është strategji e tyre që blej, është racionaliteti i atyre që duan të shpopulojnë vendin. Ka shumë zera dhe ka shumë informacione që thonë se është një projekt shtetëror i filluar qysh më përpara, ka filluar me 2-3 shtëpia që askush nuk e ka besuar se një pronë që ka qenë gjysma e shtetit e gjysma ka qenë e qytetarëve, ka filluar të zihet dhe shteti fillimisht ja u ka shit pronat atyre që kanë ardhur dhe pastaj ka filluar një dyndje masive. Këta tash të quajturit boshqak, çfarë janë aty apo vijnë nga dikush tjetër apo vijnë tamam për aty? Nga Bielopolia, nga qytetet veriore të Malit Zi. Edhe vendosen aty me drejtën e vet, ata kanë drejtë si ti të shkosh të jetosh në Korçë, por është ndryshe kur ban ndryshim sepse por ne kemi një etni me Korçën. Ai ka një etni me ty. Numri i nxënësve shqiptarë është në ramje, nëpër shkolla, janë mbyllur dhe shkolla që janë bën gjuhën shqipe, sidomos në zona rurale. Numri i nxënësve në 3 shkolla rurale është nër 70. Çdo vit bien me ka 7-8-10. Kurse për pjesën e bosnjakëve është duke ndërtuar edhe shkolla, po fillon ndërtimi edhe i shkollës sepse tashmë ata nuk kanë as dëshirë të mësojnë bashkë me ne. Sigurisht. Edhe e kanë mundësinë që të kenë shkollën e vet, është krejt legjitime ajo, po më dhem kjo pjesa që po bëhet ndryshimi i popullsisë. E kuptoj shumë mirë. Gjithsesi s'du ta myll me pesimizëm edhe mjaftohem me dhe gëzohem me ato arritje që keni tash të komunës tuaj, arritje në kulturë, arritje në administratë, në administrim që keni, në buxhete, në investime që bëni, në investimet private, po dhe të mirëmbajtjes që bëni në përgjithësi të atyre që keni arritur. Mos harrojmë se ka edhe toka, parcela që janë blerë edhe nga Shqipëria. Edhe nga Shqipëria. Pak, por ka. Ekzistojnë. Po, me siguri janë 2-13 parcela që janë blerë, sidomos vitin e fundit. Kjo duhet të fillojë tash si, pra, ideja është që shqiptarët mos shesin tokën e tyre, kjo është. Ky është, sepse ti mund të fajsosh, në thojë apo them bosnjakët, po shitjet i bëjnë shqiptarët. Kështu që këtë duhet me ndalu. Jo. Kjo është faja është joni. Po tjetër. Ata janë drejtën legjitime. Po tjetër. Unë e shes tokën, besi vjen. Sigurisht. Kaq. E mira është ti blejnë shqiptarët ato toka, kudo që të jenë, absolutisht. Mark, të falenderoj shumë që ishe me mua. Të falenderoj që vepron në anën letrare dhe kombëtare në mënyrë ashtu siç ke vepruar gjithmonë, edhe të parë tuaj, po njëkohësisht siç e keni zakon ju aty, në patriotizmin që ju karakterizon. Dhe të falenderoj që je gjithmonë i gatshëm të vish të bësh një bisedë me mua. Kënaqësi, e thash edhe në fillim, ne po bëjmë detyrën tonë. Patjetër. Që jemi mësuar në familjet tona. Me siguri se diku të partë e mi me të partë e tu janë takua. Po patjetër do të jenë. Duke njoft edhe histori, edhe ngjarje. Patjetër që do të jenë takua dhe patjetër që kanë vepruar njëkohësisht për atë pjesë patriotike të cilët sigurisht ne kemi nevojë edhe sot e kësaj dite. Mark, falenderoj. Faleminderit. Miqtë On Televizion edhe miqtë On Tok, ishte takimi me Mark Pashko, ose Mark Ludzione. Ju jap takim të premten tjetër. Natën e mirë.